pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Tani lajmi thot kështu: në rrjetet sociale vazhdojnë të qarkullojnë aludime të shumta dhe spekulime rreth emrave të mundshëm të banorëve të ri që do të hyjnë në edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosovës. Dhe emri që përmendet deri diku është Agnesa Vuthaj, një personalitet i njohur i ekranit dhe botës së modelingut. E para. Tani, e dyta thuhet se do t'jetë Brikena e Supernovës. Flasim për Agnesa Vuthaj, një vajzë tepërjoshëse, një vajzë shumë e ëmbël, një vajzë që ka tërhequr me pamjen e saj, dhe imagjinoni çfarë do të bënin shqiptarët kur do të shihnin Agnesa Vuthaj pjesë e Big Brother VIP Kosova. Unë në fakt dua që kjo të jetë e vërtet, dua që ta shoh Agnesën pjesë të këtij reality show, se mendoj që do të ishte interesante. Dhe nga ky live unë dua tani ju të gjithë ta bëni tag këtë video. Le të çojmë të fala Agnesës. Agnesa e dashur, hajde kyçu i çik live ty zemër, edhe të na tregosh ç'a do bëhet ande nga Big Brotheri. A do futesh në Big Brother apo jo? Si do kalosh nëse do futesh, dhe nëse Agnesa Vuthaj do të kishte krijuar një lidhje. Besoj që të gjithë çunat do ta donin një femër si Agnesa, një vajzë me ato linjat tepër e lezetshme dhe shumë e suksesshme. Kjo shkon veç për Agnesën tonë të dashur, e cila besoj që do të na kishte bërë që të shohim Big Brotherin jo 24, po 48 orë, do me thëmë për Agnesën. Por edhe Brikena e Supernovës, një vajzë tepër tërheqëse, me flokë të bardhë, ato vajzat siç janë të përshkruajtura në pralla, do me thënë, dhe besoj që dhe Brikena do të kishte marrë një audiencë të paparë. Jam i bindur që Brikena do kishte krijuar një lidhje dashurie aty brenda, sepse po nuk u dashurove në Big Brother, po nuk e gjete partnerin apo të dashurin në Big Brother, nuk shon se s'bën. Do të thënë, kjo do të jetë interesante në fakt për banorët e cilët do të jenë brenda kësaj shtëpie, dhe jam shumë i bindur që do të krijohen shumë lidhje dashurie. Ndërsa në Big Brother VIP Albania